njerë kur në kuadër të negociatave me Greqinë, në Shqipëri u hoq ligji për kufi detar, domethënë u pezulluar në një farë mënyrë për të vendosur kufit e ri detar të Shqipërisë, sepse ne kemi pasur një ligj të kohës së Enverit, i cili përcaktonte se ku ishte kufi i ri detar i Shqipërisë. Në kuadër të ndërhyrjeve në atë gjë, edhe ai ligj pastaj u lamnjan dhe u bë një marrëveshje parë me Greqinë, e cila u hodh poshtë në gjykatën kushtetuese. U bë një marrëveshje e dytë, e cila edhe ajo pati problematikat e veta, dhe problematika e saj ishte që ekipi negociues, duke filluar në gjë e parë, nuk kishte marrë mandat. Nuk kishte marrë plot fuqishmërinë nga presidenti i Republikës. Po, dhe kjo e hodhi dhe atë marrëveshje, dhe e treta pastaj u diskutua pastaj për një që dy palët të rënë dakord që t'i drejtohesh në gjykatës ndërkombëtare për këtë rast. Ironikisht, ajo marrëveshje, të paktën sipas atyre që janë ekspert fushës, marrëveshja e dytë që nuk kishte nuk kishte marrë mandatin nga presidenti, ajo marrëveshje e dytë ishte e mirë për Shqipërinë dhe ishte, le të themi që ishte ekua, e barabartë midis të dy palëve, domethënë përfshirëshin dhe pretendimet tona dhe pretendimet e Greqisë. Mirë po, u anullua për shkak të mungesës së, po themi, këtij mandati nga ana presidentit. Dhe sipas prapë mendimet e ekspertëve të fushës, në rasti po themi, i çuarjes para gjykatës ndërkombëtare, mund të jetë me risk për Shqipërinë, edhe për shkak se ne kemi pranuar disa parime që kanë të bëjnë me mënyrën se si do negociojmë palët përsa i përket kufirit përbashkët, pra kush do jenë pikat e referencës, kush do jenë parimet detare mbi të cilat do diskutohet ky delimitim. Dhe ne aty kemi çeduar pagës, dhe në rastin e po themi një gjykimi nga gjykata ndërkombëtare, përsa i përket kësaj në arbitrazhi për këtë punë, Shqipëria mund të rrezikojë që të rikthehet prapë tek marrëveshja e 2009-s, në cilën është hedhur poshtë. Pra, ajo që ka ndodhur deri tani është po themi, një paaftësi e shtetit shqiptar në të dy qeverisjet për të negociuar diçka të mirë për Shqipërinë. Edhe kur negociuam diçka që ishte e mirë, nuk kishim vajtur pa mandat nga presidenti. Domethënë, kjo përzierje e paaftësisë me aftësinë, e parregullsisë me rregullsinë e tjerë, është diçka e cila kam përshtypjen që do na pengojë edhe në këtë marrëveshje të re që kemi ndërmend të bëjmë tani. Por është diçka e cila është për të bërë, sepse normalisht në momentin kur ti po themi, kur ti shkon dhe futesh do futesh në BE, normalisht duhet futesh me ato që janë kufit e tua, edhe po themi me zonat e tua ekonomike tregtare, sepse në bazë të tyre pastaj ka dhe gjërat të tjera që janë në Evropë që funksionojnë. Pra është diçka që duhet bërë. Problemi është që ne kemi tashmë bëj 16 vjet, 17 vjet që kjo çështje e kemi trajtuar aq keq sa të fut në dyshime se çfarë mund të ndodhë në takimin midis dy palëve dhe cili do jetë rezultati final. Qartë. Mirë, edhe një çështje të fundit për të folur së bashku, po jo më pak të rëndësishme, prandaj e lash edhe për në fund e kam fjalën për zhvillime ndërkombëtare, për atë se çfarë po ndodh me Ukrainën. A është plani i Trump për ai 28 pikëshi dhe ky plani tjetër i ri me 19 pika që u refuzua nga Rusia, po që gjithsesi po themi konvergojnë në gjërat kryesore kapitullimi i Ukrainës? Nuk konvergojnë në gjërat kryesore në të dy planet. Pra, Ukraina ka bërë të qartë që janë disa pika në cilat janë red lines, pra është një vije kuqe për Ukrainën dhe në cila Ukraina nuk heq dorë. E para njerë, Ukraina nuk pranon që të lëshojë territor pa luftë. Pra, ajo që kërkon Rusia që të kapë atë zonë Donetsk, të cilën nuk e ka kapur që nga 2022, nuk pranohet nga ana e Ukrainës. Pra nuk pranon që të lëshojë territor pa luftë. Dhe pika e dytë është që ne nuk do kemi asnjë diskutim të mëtejshëm përsa kohë që nuk ka një armë pushim, një ngrirje të vijës së frontit, pra që lidhet me pikën e parë. Ukraina nuk pranon që të heqë dorë nga territoret që janë pushtuar nga Rusia, pra nuk pranon që të njohi si legjitime pushtimet ruse,
Dhe Ukraina nuk pranon që Rusia të ketë rol në përcaktimin se në cilën aleancë do futet, po themi, do jetë Ukraina e ardhshme, pra a do futet NATO, apo do futet në BE, apo do futet në vende të tjera, pra nuk do pranoj një cënim të sovranitetit dhe saj vendimmarrjen politike në jashtme. Këto janë ironikisht këto janë dhe kërkesat kryesore të Rusisë. Po, pra pikërisht. kapitullimi i Ukrainës në kupton që e para të lëshojë front pa luftë, e dyta të qeverisja, domethënë ushtria të kthehet një ushtri më të vogël dhe që praktikisht jetë pa aftë për mbrojtë veten. Dhe e treta është ndërhyrja në politikën e jashtme të Ukrainës, përmjet, po themi, vendosjes së klauzolave që ja ndalojnë Ukrainës që të shkojë me një aleancë apo me një tjetër. Vendosja e gjuhës ruse si gjuhë zyrtare në Ukrainë. Kthimi i patriarkatit të Moskës, të fesë, domethënë ortodokse ruse brenda në Ukrainë. Pra duket qartë që ka qëllim kolonizim dhe kthimin e Ukrainës si puna e Bielorusisë, domethënë që të jetë degatat të asimilohet e të kthehet pjesë e një perandorie të madhe ruse. Pra janë dy qëndrime për momentin që janë të kundërta. Pra Ukraina nuk pranon kapitullimin, sepse derisa s'ka humbur në fushë betejës dhe duke luftuar akoma, mendon që nuk ka pse ta pranojë kapitullimin. Në anë tjetër, ajo që kërkon Rusia është kapitullim i fortë. Problemi është fakti që Trump është teorikisht është treguar, le të themi, fjala më e butë që mund thuhet është amatoreske në mënyrën se si ka menaxhuar situatën. Plani për shumë pikësh nuk ishte fare i amerikanëve, ishte një plan rus. Domethënë plan rus i përkthyer me Google Translate, domethënë talleshin njerëzit, sepse ishin të parët ata që e kapën gazetarët britanikë që thanë ai që ka shkruar këtë tekst normalisht nuk ka njohuri të anglishtes, pra nuk është anglisht folës, është dikush i cili ka një njohuri të gramatikës ruse, po jo gramatikës ose mënyrës idiomës angleze. Që aty u vure që ky ishte një draft i përpunuar nga rusët. Dhe për më tepër kjo gjë konfirmua dhe në bisedat e bëra publike të Witkoff me të dërguarit rus, në të cilët dallohesh qartazi që ishte praktikisht një propozim i rusëve. Dhe aty këto propozime pastaj edhe mënyra se si rodhin mbrapa treguan edhe një përçarje të politikës amerikane. Ti ke Witkoff, i cili bashkë me Jared Kushner tentuan që të kryejnë një marrëveshje tip të ngjashme me atë të Gazës dhe ja çuan draftin në moment të fundit Trumpi duke anashkaluar Rubion, pra atë që është sekretari i shtetit. Njëkohësisht ai që është J.D. Vance veproi në krau tjetër, morin telefon Zelenskij dhe i bënte presion pikërisht për këtë plan dhe i çoi edhe Treskot. Treskot është shok klase po themi i J.D. Vance, kanë qenë bashkë në një shkollë dhe nisi atje për të arritur rezultat. Pra duket sikur janë këto dy